Gjyshi ka pas borxh ka për qëllim 2.000 euro të një person për një marrëveshje që kanë pas. Dhe të dy personat kanë vdek, edhe gjyshi im, po edhe personi që gjyshi ati ka marrë borxh ose i ka pas borxh. Tani kemi hall, nuk dim ku t'i çojmë ato lek para, sepse familja e tij është pak e hapt, pra është shpërndar. E nuk dim thot kujt e japim parat, thot a djemve, a gruas, apo kujt. E para gjë, ky borxh nuk duhet vonuar, sepse gjyshi juaj po mbahet peng për shkak të këtij borxhi, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shahidit, atij që vdes në luftë, i ndalohet hyrja në xhenet nëse ka borxh. Tani llogariti njerëzit e tjerë poshtë shahidit, që në islam shkalla e profecisë është shkalla më e lartë që ekziston, mas profecisë vjen shahidlliku. Shahidi rrin peng dhe sfutet në xhenet nëse ka borxh këtu në këtë botë. Llogariti çarnop për të tjerë. Madje edhe dëshmori i detit, thot në një hadith tjetër, që dëshmori i detit e ka shpërblimin e 2 fishit dëshmorit tokës. Edhe ai mahet peng nëse është borxhli. Llogariti njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, kjo është një temë që nuk ban të vonohet, nuk duron vonesën, e para gjë. E dyta gjë, ky borxh ju jepet trashëgimtarëve të tij, që është nëna dhe djemt. Dorëzohet duke i njoftuar trashëgimtarët. Gjyshi jon i ka borxh, i ka pas borxh gjyshit tuaj 2.000 euro, siç thuhet në pyetje, dhe këto lek ne po i dorëzojmë tek nëna, po e dorëzojmë vllajt madh, po e dorëzojmë X-it, Y-it, Z-s, nuk ka problem. E rëndësishme, lekët dorëzohen me dëshmitar, edhe mbaroi historia kaq. Përndryshe